Përshëndetje miq, do të flasim për situatën politike, këtë radhë me një tjetër mik të emisionit ton, me zotin Gylsen Zhdima. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, ju jo vetëm pjesë e proceseve gjyqësore në aspektin ligjor, por edhe si drejtues i fraksionit të reforma agrare nga aksioni dhe aspekti politik. Si jeni parë këto zhvillimet të fundit, këtë javë u bë një javë ca 8 ditë protesta. Besoj është mjaft edhe koha për të pjekur si protest, ndoshta mund të marrë një rrjedhë duke u kthyer në lëvizje politike, mund të shkojmë më përpara si Ortek, mund të kthehet pas, mund të ketë rënje, pra ka një dorë pas, agjendët ndryshua nga dita në ditë, kemi parë një Berisha përpara ishte i tërhequr, tani sikur po futet në këtë protest, ndoshta për ta kapitalizuar. Partitë e vogla kanë qenë aty. Kemi shpërndarje në disa vende europiane dhe jo vetëm, edhe Shtetet e Bashkuara, Kanada, protesta pranë ambasadave dhe konsullatave. Pra, ka një zgjerrje që po vazhdon. Mesazhi është shumë i qartë. Edhe diçka kryeministri tha sot që protesta më argëton, sidomos memet në kjo pjesa. Shiko, duhet të kemi parasysh diçka. Zoti Rama mundet të jetë gjithmonë në një situatë, në një botë tjetër, në një botë kuptim tjetër. Më dëgjoni dhe të them diçka shumë të sinqertë dhe mbajeni mend që është burim shumë i saktë ky që po ju them. Individët që të cilët kanë qeverisur vendin, Berisha, Meta, Rama, të gjithë këta, Veliaj, nuk e kanë kurrë në momentin kur janë në pushtet, atë që ne themi ndjesin e rrezikut çfarë i pret pasi të ikin nga karrikja. Pra, Rama sot e mendon që veten e tij e ka të blinduar dhe pasi të ikin nga karrikja. Unë i them që ai gabon. Ai thotë që po, jo, unë e kam të blinduar. Unë i them jo, i nuk e ke të blinduar, mos them që ke grob situatën. Por është punë tjetër kjo, nuk ka rëndësi në këtë momente. Zoti Rama, vetes e tij nuk i bë dëm. E di pse nuk i bë dëm? Sepse dëm do t'i bëj kur të ikë nga pushteti vetes tij. Vetes tij, dëgjoj çfarë të vetes tij leje për një moment tjetër, do shikosh vetë. Dëmi më i madh shkaktohet Partia Socialiste. Sepse Partia Socialiste në momentin kur do të ikë nga pushteti, se do vi ky moment, sepse mlefi popullor ndaj një partie që është në pushtet nuk mund të shfaqet në mënyrë të minjërshëm. Pra, sot dolën 100 veta, nesër 800.000 veta dhe pas nesër 1 milion shqiptarë. Jo, shqiptarë në ADN-n e tij e ka në mënyrë të graduale mënyrën e reagimit, sepse e kam thënë vazhdimisht tek ju edhe përsëris që flaka në derë ka ardhur për gjithë secili nga ne. Tani secili duhet të reagojë dhe është momenti pikërisht ku patëm një reagim dhe reagimi ishte masiv në 48 orët e para. Sigurisht çdo protestë që bëhet, sigurisht në fillesën e parë ka të menjëhershëm dhe gjatë kohës fillon edhe ulet numri. Por e rëndësishme e kësaj proteste nuk është prezenca e qytetarëve që ndodhen në përpara godinës së kryeministrit, por pasi mbaron protesta, lëvizin në gjithë Tiranën dhe kanë duartrokitje, brohoritje dhe aprovime të qytetarëve të cilët janë në shtëpitë e tyre. Kjo nuk është thjesht një ajo që ne themi s'ka gjë se kështu ndodh. Jo, ky është një mesazh shumë i qartë se s'ka mundësi që të gjithë shoferët të jenë aprovues ndaj kësaj revolte. Nuk ka mundësi. Pra, si ka mundësi, s'ka qenë socialista ku 800.000 socialista Rama i thotë që i ka. Pra, është tregues i qartë që dhe vetë socialistët i ka të lëndisur rasti Ramës, pra mënyra se si ai reagon, dhe unë uroj që zoti Rama të reagojë sa më shumë, duke degeneruar dhe degraduar veten e tij, që të rikthehet Rama para 2013-s dhe Rama pas 1991-s, sepse është pikërisht Rama ka qenë gjithmonë ashtu pavarësisht se për shkak të detyrës së kryeministrit u vesh kostumi i atij që themi me familjar, ai që ruan etikën, thotë të tjerët janë të këqij se ai është i ndershëm, e kupton? Pra e gjithë kjo Rama përsëri tek vetja e tij
tek origjina e tij. Prandaj them që këto protesta janë protesta që godasin pikrisht Partinë Socialiste dhe më lejoni t'ju them që do ta godas në mënyrë të paimagjinueshme sepse urrëtia popullore po rritet dhe Rama nuk po kuptonte socialistët që rrethën Ramën që janë interesagji dhe nuk quhen socialista. Ka shanse për zgjedhjet parakoshme se në fund fare Për besoj mua- që Rama do fitonte nga këto zgjedhje, se parti tjetër që të krijohet në kohë rekord, s'kemi parë do pak kohë. PD-ja duket sikur është humbsja e madhe e kësaj që po ndodh, sepse u rreshtua në krah për atë investimin. Edhe doli sikur është njëshme pushteti. Nuk ka lidhje kjo gjë, nuk ka fare lidhje ku është, sepse çdo qeveri do ketë investitor. Ka mbaru, nuk është çështja e investimi këtu, mos e ngatru tek investimi dhe mos ngatru te aprovimi i Partisë Demokratike. Se s'ka lidhje fare njëra me tjetrën. Këtu të dolën për shkak të natyrës, pra një ngjarje mjedisore dhe një projekt i madh. Tani iqi këto të dyja dhe vendos vetëm urrëtin popullore. Dylber, urrëtia popullore është e panumërt, nuk matet dot, nuk e masin as analizat e alfabetit ABC, as analistët e atyre të reformës të plepave 1 që bën komente nëpër televizione. Nuk matet urrëtia popullore duke qenë në Gjermani vëlla. Nuk matet urrëtia popullore. Dhe urrëtia popullore është ajo e cila Rama nuk e ka kuptuar akoma, sepse i thënë mirë jeti se po na bë projektet tona edhe po ni çon përpara. Kur të bie Rama nga pushteti, atëherë do të shikojmë me sy realitetin. Po ta them, këta që i ke sot në pushtet, si të qenurit në pushtetin gjyqësor, pushtetin prokurorisë, pushtetin të policisë, nuk e kuptojnë. Shko pyet sot një ish punojës policie me grada. Shko pyet sot një ish deputet parlamentit. Avokat, të lutem. Ku janë sot? Ta bëjmë me konkrete. Në momentin që u bë reforma në drejtësi, që u ndryshua sistemi, kishim një vakum, sepse pati shkarkime nga vetingu. Tani, përveç SPAK-ut dhe i gjykatës posaçme, pjesa tjetër e qytetarëve, domethënë dosjet kanë arritur në mos gaboj në të gjitha gjykatat gati 200.000, sepse kishim një mungesë, kishim një hapësirë boshe për gjyqtar, për prokuror. Pra sistemi, domethënë zërë sikur vajti në kolaps. Edhe do shumë vite ta marrë. Vajti. Okej. Vajti. Ju njihni më mirë. Tani unë s'po flas në mënyrë absolute. Tani edhe këtu, në moment që pretendohet që të zëvendësohet Rama, pyetja që shtrohet është, ore kush do ta zëvendësoj? Sepse Po jo, këtu është gabimi. Kjo turma Këtu që është gabimi. Dgjoj avokat. Turma që është në shesh, unë po flas, unë po të sjell këtë që po të them unë, po të flas duke sjell zërin e një prej protestuesve, i cili mbrëm tha, hajde krijojmë një parti politike, sepse edhe sikur Rama na çojë zgjedhjet parakoshme, ne nuk kemi si përfaqësohemi atje. Pra, po për të krijuar parti politike do gati 3 muaj, duhen 5.000 firma. Hajdeni të Bashkimi Liberal Demokrat, hajdeni të nisma reforma reale, pse çfarë doni të krijoni një parti tjetër, sepse shiko tani, edhe vetë protestuesët duhet të kuptojnë diçka. Po nuk bëre aleancë, edhe sikur të jesh në shesh, edhe ti thuash hajde bëjmë parti politike, nuk bëhet ashtu siç e mendojnë ata. Pra do të thotë që këtu kupton që situata e daljes në rrugë quhet edhe përkthehet nga revolta qytetare. Pra nuk është diçka e stisur dhe organizuar në aspektin e parë, të pamjes së parë. Sepse ai nuk mund ta thoshte këtë propozim. Pse nuk mund ta thoshte? Sepse në rast se do ta kishim një protestë të stisur, atëherë do thonim po, e pas kanë gati këto gjëra. Këta nuk i kanë gati, dhe tani çfarë duhet? Këta të bëjnë një parti, partia do procedurë të gjatë. Mirë që të bëjë procedurë të gjatë, por partia do diçka tjetër, do organe, do vendimarrje, do këto gjëra. Ky grupim i revoltës, unë i propozoj dhe i them, zotëri, bëni revoltën tuaj, po e janë i materializojuni në një parti politike. Pra, mund të shkoni tek partia Bashkimi Liberal Demokrat, mund të shkon tek partia e Zotit Qori, mund të shkon tek partia e Zotit Lapaj, mund të shkon tek partia e Zotit Sheher, mund të shkoni pse jo tek Partia Demokratike, po ka ndryshuar kryetar, sepse po të shikosh protesta nuk ka urrëtie ndaj partive politike, po ka urrëtie ndaj Sali Berishës dhe Edi Ramës. Pra e kupton kush është mesazhi. Po do të mete këtu se kishte thirrje edhe për atë.
Edhe metër, po ka edhe metën dhe metën. Por e vërteta është kjo, që nuk ke për subjekte politike, ke për individ, pra për Berishën, për Ramën, për Veliajn, mos harroj se ka edhe një rast për Ballukun, për Metën, për edhe 2-3 të tjerë mos gaboj, për Beqën, mos gaboj, këta. Pra, e gjitha kjo është futur në një puzzle urrëtie, po jo ndaj subjekteve politike. Pra ndaj them unë që e mira e tyre është që të marrin pjesë dhe të bëjnë pjesë të një partie politike. Uroj shumë që ta kuptojnë, sepse do ishte shumë, do të thosha, e dobishme për sa i përket pjesës së ardhmes. Pra, ato do përfaqësohen politikisht dhe do të kenë kundërshtarin e tyre Edi Ramën politikisht, ndërsa sot atje kanë Edi Ramën si një kundërshtar i cili Rama në çdo moment që t'ja prishi protestën e tyre, mund të bëjë një pakt politik me Sali Berishën, sepse sot Sali Berisha dhe Edi Rama janë më situatë më të vështirë se sa kanë qenë ndonjëherë tjetër, sepse sot protestuesit kanë folur kundër Edi Ramës dhe Sali Berishës. Protesta s'ka kokë, avokat. Uroj që të ngjej kokë, sepse e vërteta po nuk ka kokë, do të kemi një ulje të protestës dhe do të kemi dhe një lajthitje të objektit të kërkesave, sepse çdo protestë ka kërkesa dhe kërkesat quhen politike. Tani ti kërkon dorëheqjen e kryeministit, jam dakord, pasi të kryej ai disa veprime, pastaj të dorëhiqet. Por imponimi i këtyre dorëheqjeve vjen gjithmonë nëpërmjet përfaqësimit. Dhe kur nuk ka kokë, sigurisht që do të kemi probleme në vazhdimsinë e protestës. Por të kesh parasysh diçka dhe mbaje të shënuar këtë që po të them. Kje parasysh që kjo protest mund të fiket pak, po do të ketë vatra të ndezura në vende të tjera dhe do të shpërthejë një vulkan kundër Edi Ramës. Mbaje, shënoje, se të kam thënë shumë gjëra, shënoje këtë dhe po të them, e pret vulkanin, ose vulkani madh pret Edi Ramën, po shumë i madh. Pa imagjinueshëm. Dhe kam frikë se do të shkojë tek Partia Socialiste dhe po ky vulkan do të shkojë tek Edi Rama, sigurisht që do të kapi dhe do të preki edhe Partinë Socialiste. Avokat, lutem edhe një koment për ndoshta edhe ka shtete jo miqësore me ne që duan të përfitojnë nga kjo situatë. Këto prallat, çfarë dëgjon ti? Erion Braçën dëgjoj ti këtë gjë, Ardit Bido. Jo, thjesht po i risjell. Po risjell disa nga pista që qarkullojnë teza. Po dëgjon Kreshnikus, po dëgjon. Tani ti e ke parë për të parë po të them emra të tillë. Po këta dëgjon ti të lutem. Edhe qytetarët nuk duhet dëgjojnë këta individ. Si ka mundësi të thuash shqiptar tiranian? Si ka mundësi të thuash shqiptar serb? Grekët si ka mundësi të thuash shqiptar të flasin me grekët pas 2 ditëve të para. Por grekët kanë fol as një ditë se lajmin e fundit e kanë bërë shqiptarët, nuk e kanë bërë grekët. Mirë. Foli Ministria e Jashtme, foli edhe Cipra si. Po sigurisht kur i preket një shteta si tyre, si mos të flasë ministri, sepse mendo ti se Ministria e Jashtme e Greqisë është njësoj si Shqipërisë që rrifen shqiptarët kudo dhe ministri jonë shan shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Tani të lutem të jemi pak serioz me punën tonë. Ti e ke pa që shqiptarët rriften nga përbotë dhe ministri edhe Rama shkon gjunizohet përpara Melonit, gjunizohet në Belgjik përpara kryeministit Bel, gjunizohet Rama kudo edhe rrifen shqiptarët, edhe s'ka integritetit të kërkojë dhe llogaria dhënie ndaj atyre të cilët i ka koleg politik që janë në shtetet e huaja. Sigurisht dhe shumë bukur ka bërë shteti grek. Të reagojë kundrejt çdo padrejtësi që i bëhet një shtetit të tij. Ç'a halli ka? Dhe tani, imagjino tani, greku mos gaboj sa e ishuj do të ketë, 5.000, 4.000 se me tani, ose nuk e di, do të shikojmë një herë të analizojmë. Ka ishuj shumë, e vërteta është, ka hall greku, thënë këta militantët e Partisë Socialiste, sepse do t'i marri turizmin Ivanka. Tani, o duhet t'jesh budalla, o duhet t'jesh shumë idiot. Rrugë tjetër nuk ka. Si ka mundësi të marrë ty Greqia turizmin? Po ju e dini që shteti grek ka një infrastrukturë tjetër të menduarit të zhvillimit të një qyteti. E dini ju këtë?
që në rast se në Greqi, në një zonë të caktuar, në momenti ku gërmon, të vjen arkeologjiku edhe të gjen veprat të kulture, të pezullon punimet. Kemi të pezullon punimet, po të ishe dhe licencën për shkele ligjin. Kurse këtu në Shqipëri, ka vaje ka, këtu qatë ketë për para. Socialistët, shiko, do të kish parasysh diçka. Socialistët janë të merri i trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Socialistët kanë bërë, ose komunistët më mirë, kanë bërë hatan në shpikjen e ligjeve. Pra, kanë zhveshur Shqipërinë nga pronat. Kanë degeneruar paqen fetare në Republikën e Shqipërisë. E kanë bërë komunistat dhe e ke të shkruar këtë gjë. Kanë të lëndisur çdo histori të shqiptarëve. Edhe të më dali mua, Braçe, Bido, e të më flasi për trashëgiminë kulturore, të më flasi për paqen fetare, të më flasi për shqiptarë të cilët i paskan paguar iranjanët për të dëmtuar skandalin e radhës, që në çdo skandal ka humbur Shqipëria dhe ka përfituar në memorin e tij, po vetëm për shkak të interesi zoti Rama, siç është rasti i aeroportit të Vlorës, dështim, Air Albania, dështim, aeroporti Kukësit, dështim, Porto Romano, dështim, porti Durrësit, dështim. Gjitha këto janë dështime. Dhe këto nuk mund t'i materializojnë për shkak se ke dështuar të gjithë të tjerë që kanë të huaj dhe vetëm ti që ke i ndershëm. Sepse mos harro dhe një fakt. Unë uroj që zoti Bido të gjynizohet përpara zonjës Meloni. Sepse tradhtia nga gjynizimi kuptohet, nuk kuptohet nga gjë tjetër, po për shkak se zoti Bido, për mendimin tim, mbështet me votën e tij krye tradhtarin që gjynizohet përpara Melonit, zotin Rama, sigurisht që edhe zoti Bido në mënyrën se si delegon votën e tij është gjynizuar në mënyrë indirekte dhe te zonja Meloni. Pra kush është tradhtar këtu? Ato të cilët protestojnë apo zoti Bido i cili aprovon gjynizimin e udhëheqësit të politik zotit Rama? Prandaj them që e vetmja gjë që ne na shpëton është që shqiptarët të kuptojnë në një moment të caktuar se flaka ka ardhur tek dera dhe është momenti që të marrin masa. Uroj që të marrin, por pastaj përgjigje i takon secilit. Avokat, falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.